Pas më shumë se 11 ditëve përballje me zjarret, situata në Bashkinë e Pukës është normalizuar. Të gjitha vatrat janë tashmë nën kontroll, ndërsa strukturat vendore vijojnë të jenë në terren dhe në gatishmëri. Konfirmimi vjen nga kryetari i Bashkisë së Pukës, Rok Dode, i cili thotë se situata është përmirësuar ndjeshëm, por monitorimi i zonave të prekura do të vijojë. Krahas një pune kolosale që u bë me gjitha strukturat e Bashkisë Pukë, me MNZ-n, shërbimet, me AKMC-n, me forcët e ushtrisë, si dhe vullnetar nga 3 njësitë vendore, Gjegjan, Rape dhe Bashkia Pukë, falë edhe punës mia që bani edhe forcët ajrore, të cilat punon në terren për 6 ditë me radhë, nga 11 me cilën zjarri kishte përfshirë pyjet tona. Gjendja rezulton sot në ditën e 11 e përmirësuar në të gjitha vatrat e zjarrit. Sot një shi që ra në 60% të sipërfaqes ka bërë mundën që të jemi edhe më të sigurt për zjarret që përfshin këtë territor. Me përfundimin e fazës së ndërhyrjes, fokusi tashmë do të jetë tek evidentimi i pasojave të shkaktuara nga zjarret. Grupet e koordinuara të Bashkisë së Pukës do dalin në terren për të vlerësuar dëmet në sipërfaqet pyjore, si dhe në banesa apo objekte të tjera të prekura nga flakët. Duke parë edhe gjendjen e përmirësuar totalisht, themi që do të bëjmë takimin e radhës me shtabin e emergjencave dhe do dalim në terren për me bërë verifikimin e këtyre dëmeve që janë shkaktuar nga zjarri. Kuptohet që edhe nëpërmjet kronikave ne kemi identifikuar dhe kemi pasqyruar edhe realitetin ku përveç sipërfaqeve pyjore që do të jetë sektori i pyjet që të bëjë evidentimin e tyre, kemi edhe dëmet që janë bërë në banesa, ndonse banesat kanë qenë jo prezent banorët, por ne do t'i përfshijmë në agjendën e verifikimit dhe komisionet e ngritura nga Bashkia Pukë do të ndjekin çdo hap ligjor për të identifikuar këta probleme. Ne kuptohet në këta zona, në gojanën e vogël, në gojanën e madh, në zonën e Gjegjanit, fshati Gjegjan, edhe pak në fshatin e Shkozë dhe në Rryp, ka disa dame të cilat kanë përfshirë edhe infrastrukturën, kryesisht në atë sistemin e vaditjes, ku janë dëmtu nga zjarri disa kilometra tubacione plastike, të cilat kanë qenë të vendosura në shërbim bujqësisë, po ashtu dhe disa muj bloje, të cilat kanë qenë në sipërfaqe pyjore të ndërtuara. Gjatë zjarreve në territorin e Bashkisë së Pukës u dogjen me mijëra hektare pyje, ndërsa për shkak të terrenit të vështirë dhe përhapjes së flakëve, situata në disa zona ishte veçanërisht e rënduar. Megjithatë, ndërhyrja e forcave në terren e mbështetur edhe nga ajri bëri të mundur vënien nën kontroll të vatrave pa u dëmtuar asnjë shtëpi e banuar.